Antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ish kryeministri Abdullah Hoti ka njoftuar se do të kërkojë besimin e Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës për ta udhëhequr këtë parti. Hoti ka vendosur ta kërkojë besimin e Kuvendin e LDK-s pasi kryetari aktual Lumer Abdigjiku ka ofruar dorëheqjen dhe tash i mbetet Kuvendit që të vendosë për apo kundër. Këto zhvillime në LDK janë bërë pas rezultatit të dobët të kësaj partie në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit 2025. Hoti ka bërë të ditur se kandidatura e tij do të formalizohet në mbledhjen e Kuvendit të LDK-s që do të mbahet me 31 janar 2026. Hoti u bashkua me partinë politike LDK në vitin 2006. Ai u zgjodh nën kryetari i Prishtinës në zgjedhjet komunale të vitit 2008. Ai shërbeu deri në zgjedhjet e ardhshme komunale të vitit 2013, kur partia e tij humbi qytetin. Në 2009 ai ishte kandidat në zgjedhjet parlamentare dhe u zgjodh ministër i financave. Ai shërbeu në atë pozicion deri në vitin 2017, kur qeveria u rrëzua me një mocion mosbesimi. Më pas, ai ishte kandidati i koalicionit me kryeministër të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Ai u bë kreu i grupit parlamentar të LDK-s nga viti 2017 deri në vitin 2020, kur mori detyrën si zëvendës kryeministër i parë. Në shtator të vitit 2020, Hoti nënshkroi marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë dhe antarësimin në zonën mini Schengen, si dhe përnjohjen reciproke midis Kosovës dhe Izraelit dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.